Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim në një tjetër video. Si po e shikoni nga titulli poshtë, sot është një video falenderuese. Është një video që patjetër personi që do marrë falenderimin as nuk më ndjek, as nuk kupton shqip, është pikërisht mamia e Tialit. Mamia që na ka ndjekur që nga momenti që kemi dalë nga spitali dhe vazhdojmë që na ndjek, është e njëjta mami që po ashtu do na konsultoj për kur të fillojmë ushqimin e djalit, edhe është aq e mirë, më ka ndihmuar aq shumë si me gjithë dhënien, si me të gjitha shqetësimet që kam për djalin, sa e ndjej në shpirt që t'i bëj një pako të vogël falenderuese. Nuk është se e kam ndjerë që duhet të bëj diçka në mënyrë që të na ndjekim më mirë, po ndonjëherë gratitude, mirënjohja, për mua është gjëja më e rëndësishme tek një njeri. Nëse vlerësoj diçka tek njerëzit, është pikërisht mirënjohja. Për mua, nëse një njeri nuk është mirënjohës dhe i hedh poshtë personat që e kanë ndihmuar, është i barabartë jo me 0, po me minus, sepse 0 është neutral. Në jetën time po ashtu kam pasur shumë njerëz të cilët janë përpjekur që t'i ndihmoj. Dhe në fund, kur kanë mbaruar me ndihmën time, kanë kthyer faqen e historisë apo kanë kthyer historinë në disa aspekte që unë mendoj njeriu nuk duhet ta bëj, prandaj dhe këta njerëz nuk janë më pjesë e jetës time. Pikërisht doja të dilja që për mua të thuash faleminderit një personi që për shembull ajo ka bërë punën e saj, se ka marrë dhe lekët, mirë po unë dita them për faleminderit sepse e kam telefonuar dhe në orën 9 të darkës, i kam dërguar edhe foto të shëmtuara, për shembull foto që ndryshonte kakën, ngjyrën kaka e Kianit, unë i bëja foto dhe ja dërgoja asaj, e thosha të lutem më thuaja është mirë, qante Kiani e merja në orën 1 të natës edhe më hapte telefonin, kështu që unë di të them faleminderit dhe di që çfarëdo lloj gjëje që të ndodhi, sido që të shkojnë punët, jam njeri për shembull që nëse në një pikë të jetës time dikush më ka ndihmuar, dikush më ka dhënë një dorë, sido që të shkojë rrjedha e jetës tonë, unë do të jem për jetë mirënjohëse dhe pikërisht edhe mamis, mbase mund të quhet fjalë e madhe, por do të jem shumë mirënjohëse sepse më ka arritur vetbesimin. Kur kisha shumë frikë që do ndaloja me gjithëdhënien, sepse shikoja Kianin që donte të pinte, edhe unë kisha aq shumë dhimbje sa qaja nga brenda dhe thosha jo të lutem, jo prap në gjy. Kështu që ajo më tregovi pozicionet, më tha ti mund t'ja dalësh qëndrovi me mua, më tregoi si ta hapte Kiani gojën, si ta kontrolloja, si t'isha e qetë dhe të gjitha gjërat. Prandaj jam shumë e lumtur që e kam, edhe thash që një gjë të vogël falenderuese do t'ja bëj, mbase në një të ardhme tjetër do t'i blej një dhuratë një çik më fine, mbase ndonjë çantë të lezetshme, çantat na pëlqejnë gjitha gocave. Po mendova që një për një të bëja një dhuratë të lezetshme të vogël, një kuti me çokoladata me gjëra. Kështu që po e pres videon këtu, edhe unë kam bler gjëra në ditë të ndryshme, në supermarket, në dyqanin e drogerisë, në dyqanet e tjera për dhurata, kështu që po ja ulej të gjitha videot bashkë, edhe pastaj kthehemi këtu dhe t'ju tregoj se si qysh tek do ta paketoj.
ja u kthyem prap mbas publicitetit. Njerëz më thoni, nuk më janë bërë flokët bukur. Ju tani, jo në shtatë zani më shumë se tani mbas lindjes, sepse frika ime ishte që pas lindjes do më humbin flokët, do më bien dhe i pres që të më bien, sepse është në muaji 2 ose i 3 mbas lindjes, nëse nuk bien direkt. Dhe nga frika që kisha, nga kjo rënja, i kam filluar vitaminat e flokëve që në muajin e 8, 9 edhe i merja çdo ditë. Do me thënë, kur nuk haroja, se në shtatzani, edhe tani jam shumë haraqe, besoj e keni parë nga videot që filloj filmoj, mbaroj, i lë, këtej, andej. Kështu që flokët më duken që më janë bërë shumë mirë edhe ka marrë edhe komplimenta, më duket se e kanë kaluar atë gjatësinë që arrinin gjithmonë, edhe nuk zgjateshin më, më duket, shohim tani. Mbase në ndonjë video tjetër do t'ju tregoj prap vitaminat që po përdor, edhe shampot që po përdor, nuk është se shampot i kam ndryshuar, mendoj që më shumë vitaminat bëjnë punë. Kështu, unë më ka mësuar Stefani, sepse Stefani është shumë i dhënë, edhe këtu në Gjermani po ashtu, njerëzit janë besoj të dhënë më shumë mbas mjedisit, mbas ngrohjes globale, etj. Kështu që unë më jam mësuar dhe më është futur tani në gjak që të ricikloj. Të ricikloj kartonat që mund të na ke dërguar për dhurata, ti përdor për të dërguar diçka tjetër, apo ku dëgjon jo direkt ti kput, ti prish edhe ti hedh në plerat e kartonit apo të letrës. Kështu që do riciklojmë sot këtë paketimin që më ka ardhur nga djali Xhaxhait. Dhe do e përdorim si kuti për t'i bërë dhuratën pra mamis time. Atëherë, duke qenë se kemi dhe gati me këto push-pushet, më bëhet mirë edhe mua, sepse për ndryshe i kisha bler një kuti tjetër. Kisha bler një kuti, ishte e vogël, nuk më dilte. Kështu që këtu kutin që kam bler, mbase do ta mbaj se po vijnë festat e vitit të ri edhe krishtlindjeve dhe ne bëjmë dhurata familjarisht, kështu që do ta mbaj për atë punë. Nuk është se do iki kot pra. Atëherë po marr këtë kutin edhe po ju tregoj fillimisht se çfarë do fus të gjitha gjërat brenda dhe pastaj si do ta paketoj. Kam marr për të paketuar pra kjo kutia. Kam marr kështu letër të tej dukshme, plastike, që ta mbledh edhe pastaj t'i vë një fjongo sipër. Shpresoj t'ja dalë ashtu siç e kam në mend. E para punës isha tek dyqani drogerisë dhe mendova që krem për duart, krem për trupin, krem për tular, ka nevojë çdo vajzë. Mund t'i përdori, mund të mos i përdori, unë ja kam bler komplet setin. Edhe është thjesht, domethënë dhuratat i pranon dhe mbreti, unë nuk e njoh aq mirë sa ta di çfarë pëlqen, kështu që mora ato gjëra që mua do më pëlqenin. Kjo këtu është një krem për një gel për dush me aromë shumë të mirë, relaksuese dhe qetësuese. Meqense lodhes shumë duke u marrë me ne prindrit e rinj që si ja kemi idenë në fillim për bebat, po me kalimin e kohës mëson, sepse bashkë me bebin lind edhe një person tjetër, pra një upgrade i vetes tënde dhe ne mësojmë dhe rritemi bashkë me bebin po ashtu. Kështu që një i ka marrë këtë. Setin do t'ja vendos këtu në cep, ja, edhe shikoni dhe kutin. Bashkë me atë i ka marrë një krem për të larë, pra për të larë duart, për të larë trupin dhe është me vitamin E. Kështu që mendova janë të gjitha paka shumë të njëjta aromë prodhim, pra janë si sef, edhe mendova që do dukeshin edhe shumë bukur, këtu të ishin të gjitha bashkë. Atëherë kjo këtu është një locion, pra një krem, një locion. Lëng për trupin. Më thot me aromë magjike. Kështu që janë limited edition, pra janë një edicion që thjesht është prodhuar një herë. Ja ku i kemi këtu. Dhe e njëjta gjë është një krem për duar, pra edhe kjo limited edition, dhe thot këtu kapni momentet magjike. Edhe këtu me aromë magjike. I vendosim këto në cep. Tani, filloj me ca çokolata. Kam marrë dhe një biskota me krem. Këto janë preferuarat e mia, kështu që thash, po më pëlqen mua, ju pëlqen gjithë. Sa nuk ka shumë të ëmbla. Kjo këtu pastaj janë
chips me çokoladë. Hapen këto sipër. Pastaj kam vendosur disa çokolata të vogla që janë këto. Pse nuk po fokusoj. Disa çokolata të vogla që janë këto puthje kyçshin nga Ferrero. Ne do t'ja shpërhap në të gjithë kutinë. E janë bërë shumë kreative. Edhe disa çokolatka të vogla, edhe këto po ashtu do t'i përhap në gjithë kutinë. Në fakt këto t'i kisha vënë në fund, do i vë në fund se do fus njërë gjërat, pastaj sa bdalla që edhe një. I nxjerrim. I ka marrë një tas për Krishtlindjet. Këtu në Gjermani ka tasa shumë të bukura, besoj edhe në Shqipëri, ja ka marrë tek linja 1 euro, 1.5 ishte. Dhe më duk shumë i bukur me këtë babagjyshin dhe më duk shumë vajzëror, kështu që pse jo? Do t'i vendos sa çokolata këtu brenda, yes. Pastaj ka marrë një çaj për Krishtlindjet. Besoj që mund të jetë është me kanell. Kështu që kanelën përdoret shumë tek këto verat e ngrohta dhe është si të thuash ajo aroma edhe tek biskotat që piqen për Krishtlindje e Krishtlindjeve, kështu që i kam marrë dhe këtë çaj. E pastaj i kam marrë disa produkte vajzërore tek dyqani drogerisë, i kam marrë një kapse të tillë sepse e kam parë që ajo shumë shpesh i kap flokët. Ajo ka pak flokë, mbase kapsja është shumë e madhe, po gjithsesi do ja gjej përdorimin vet. Po ashtu te dyqani mora këto licat e flokëve, sepse mendova, licët e flokësh na duhen gjithmonë. Edhe kam parë që dhe i kap shumë shpesh flokët dhe nuk mund të bësh asnjëherë gabim me licët e flokësh. Produkti tjetër është një varse çelësash me këtë gurin këtu që është guri i dashurisë. Simbolizon romanticitetin dhe sensibilitetit, ndihmon zemrën për të ringjallur. Unë e di që ajo e ka një partner, po ringjall edhe një herë zemra. Ndihmon zemrën për të ringjallur që të gjej dashurinë për veten edhe për të tjerët. Kështu që ja kam marrë edhe këtë këtu. Dhe pastaj kam marrë edhe një qershi. Karon qershi e prandaj me di fjala qershi. Një qeri. Është Krishtlindje, le ta ndezi dhe të ketë të gjë romanticitetin me të dashurin e vet dhe mendova është roz, cute, mua do më pëlqente shumë të madhuronin, kështu që e mora që t'ia dhuroj asaj. Dhe tani po i vendos, apo ja u tregoj edhe juve si do i vendos. Kështu duket deri tani, këtë po e vendos këtu. Tek cepi. Çajin këtu. Kapsen. Varsen e qesi po e fut këtu dhe do i fut dhe disa çokolata. Kam dhe një vend këtu që mund t'i fusja diçka, por nuk e di çfarë. Sepse nuk kam bler më gjëra tjera. Mbase ndonjë gjë për të ngrënë prit. Kam sirtarin këtu që po shpërthen nga gjërat që kam bler për të ngrënë, sepse njerëz nuk e keni idenë se sa po ha tani pas shtatzanis, kështu që mund t'i fus këto bajamet e pjekura edhe pse i dua për veten time. Po i fut këto. Si thash, çokolata, po t'ja fusim të nga mbrapa. Ose këtu. Futim këtu ca çokolata. Dhe çokolatat e tjera po i hedh nëpër këto. Mendova te ky vend i bosh. Kam edhe këto që janë gjermanët i adhurojnë, kështu që po e vendos këtu. Këto po ashtu. Prit. Këtu. Mirë më duket.
Edhe bajamet e pjekura. Këtu. Shikoni, u mbush. Tani le ta paketojmë. Tani për të gjetur një lidhje të bukur për dhuratën, unë duhet të shkoj lart tek çantia e shfrytzuar, sepse aty i kam të gjitha dhe do shkoj se kam për 2 sekonda lart. Djali po fresh shumë mirë, kështu që mund të funksionoj. Do funksionoj s'ka çfarë. Po do kontrolloj edhe një herë këtu. Kur del nga shtëpia jonë, kemi çfarë thon? Dollapi, që ndonjëherë fut gjëra këtu. Ups. Dhe mbasa, shikoja. Kam disa të mbasa, se po qa më duhet nuk e ti. E gjeta. S'ka nevojë që të shkoj lart. Okej, është kjo disa. Shiko, pas kam veçiri. Gjëra që nuk e di çfarë ka kur e përdor këto vetëm për të fshirë gjëra. Dollapi se çfarë nuk ka po ta pastrosh. Shkojmë paketojmë. Shikoni, akoma kemi këtë lejlekun këtu për birin. Sa i bukur, më pëlqen. Na e ka bërë Sara dhurat. Nuk e di kur do e heq, po më duket se akoma kam një beb të sapo lindur, prandaj e mbaj. Dhe këtë ngjitsin, ngjitim anët, edhe ja si duket, shikoni, sikur e kam prerë fiks. Mbase mund të duket pak e tepruar, po unë mendoj që është shumë e bukur, kështu që po ngjit dhe këto anët, dhe kemi përfunduar besoj. Dhe kjo është dhurata e përfunduar. Duket shumë bukur. Mua do më bëj shumë qejf të ma dhuroni. Misioni tani është të gjej një vend që mos ma hanë të macet. Se e kafshojnë plastik vazhdimisht. Kjo është edhe videoja. Unë nuk knaqa shumë duke e bërë, sepse besoj nuk ka gjë më të bukur se të bësh dikë të lumtur dhe një dhuratë na lumturon të gjithëve sado e vogël që është. Kur vini për shembull për kia janë njerëz që sillnin edhe diçka për mua, sikur dhe një çokoladë ose një lule, unë sikur më dhuronin jetë, jo sikur më dhuronin një diçka materiale. Prandaj, nëse kemi mundësinë pse jo të bëjmë dhurata edhe të gëzojmë njerëzit, unë kam marrë shumë dhurata këto kohë, kështu që nuk e di se si do mësojmë kur dhuratat të mungojnë. Edhe nga mami, edhe nga shumë persona të tjerë, nga shoqen, nga të afërmit, nga miqt, nga juve, shumë prej jush, po ashtu dhurata jo vetëm materiale, po edhe emocionale, mesazhe të bukura. Kjo është ajo që unë kisha menduar për momentin për mamin, edhe besoj që e meriton 100%. Kështu që unë tani thjesht do e vë mbi kuzhinë atje sipër, që macet mos ta marrin. Djali më la ta bëja këtë video shumë mirë, akoma po fle zemra mamit. Sepse dje ka qenë një ditë shumë e vështirë. Dje nuk ka lënë fare as një sekond që të ulet nga duar. Donte vetëm në krah. Edhe tani që është shëndoshur një çik, është shumë e vështirë për mua dhe mbi krahët. Gjithsesi sot e la mamin ta bënte videon deri në fund. Faleminderit Kian.
Kështu që keni video nga fillimi në fund. Ciao, shihemi në videon tjetër edhe më thoni si u duk dhurata, çfarë mund të shtojnë ndonjë gjë sepse mamia do vi pas 1 jave, kështu që kam kohë. Mund të shtojnë ndonjë gjë, mund të heq ndonjë gjë, është ndonjë gjë e tepruar, ndonjë gjë mangët, kështu që ma shkruani në koment nëse mendoni ndryshe. Ciao.